Mirëmbrëma të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi profesor Plumpi Linçin. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, ju sot bët një mbledhje urgjente me ministrat e qeverisë teknike. Mund të na thoni arsyen e mbledhjes? Mirëmbrëma dashur bashkëdhetar shqiptar, si çdo natë të më falni se ora 7, për arsye që që kam thënë edhe mbrëm e parmbrëm, Shqipëria, sidomos tirania e bolshevike me gjithë ministrat dhe deputetët shqipfolës, është problemi shumë i madh dashur shqiptar. Sot parlamenti u mblodh i pavullosur nga Evropa, i pavullosur nga KQZ-ja, vetëm me fjalë goje, i emëruar nga kapteri, i quajtur president, i emërovi me urdhin e Edi Ramës i mblodhi. Pra, u mblodha urgjent ministrat e qeverisë teknike. Për arsye se ne jemi gati për të kaluar në zyrat e qeverisë për të bërë Shqipërinë me kufi natyror, për të shpëtuar shqiptarët që kanë 35 vjet që janë vrarë, janë vjedhur, fëmijët e tyre janë të larguar në përbot. Pra, kjo ishte qëllimi që i mblodha urgjent ministrat, siç i shihni edhe vetë dashur shqiptar. Disa ministra janë 13, disa ishin jashtë, një ishte me shërbim, një në Ingilterë, do t'i shihni vetë të janë ministrat që janë mbledhur, diskutuam rreth 2 ore ca. Situata si ndodhet në Shqipëri, si do bëhet për shqiptarët, si dohet qeveria në shërbim të shqiptarëve, si dohet mbas 3 muaj, do me thënë 3 muaj për qeveri teknike, për të zgjedhur deputet 80 dhe 41 senator, për të zgjedhur governor, nuk do ketë me kryetar bashkie, në qytetet e mëdhej, 13 qytetet e mëdhej, do kenë governor, do tjetë ligji i tyre, çdo gjë ata mbledhin taks, nuk marrën, si që bëni tash kryeministri që vetë prish çdo gjë, hyn kudo, ai s'ka të drejtë. Pra, dashur shqiptar, ju i shihni dhe vetë. Mund të shihni dhe foton të tjera me radhë, një nga një, duhet t'ua tregoj. Ky ishte qëllimi që u mblodh sot ministrat. Ky ishte qëllimi që ne i mblodh urgjent, për arsye ju e pat dhe vetë dashur shqiptar. E pat dhe vetë çfarë po bëhet në parlament, e pat dhe vetë që doli Berisha për çdo gjë, nuk ishte ai Berisha që ishte dikur, pardije, që bërtiste, thëriste në tavolinë, thërisin e bërtisin për largimin e presidentit të tyre që gjoja e zgjodha ata, pa ju emërua, duan të largojnë, do me thënë kryetar e parlamentit. Pra, këto janë pikturat, fotot që bën sot, janë gjithë vetëm ministrat dashur shqiptar. Janë gjithë intelektual, të gjithë me doktoratën, të gjithë profesionistë, të gjithë që e duan kombin, që kanë erdhur nga të 4 anë, sidomos mund të na tregoni foton që duke folur nga Anglia edhe nga a i shihni të dy, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ministri i ekonomisë e i financave, profesor, doktor, njeri më i njohur në Evropë dhe në Ballkan si ekonomisti më i parë. Ai po flet, do me thënë nga larg, nuk ishte me shërbim, e kemi dërguar me shërbim, për arsye për të bërë diçka për kombin e Shqipërisë. Dhe i dyti që e shihni atje, është flet nga Londra, ndodhet në Londër dhe foli direkt nga Londra. Pra të dashur shqiptar, siç i shihni ministrat tu, që flasën, çdo ministër sot foli mbi situatën e Shqipërisë. Ky ishte qëllimi urgjent që i mblodha, sepse jemi gati të shërbejmë kombit shqiptar. Dhe unë i pyes gjithë shqiptarët që po na dëgjojnë sot, që po dëgjojnë me vëmendje. Të dashur shqiptar, a jeni dakord për qeveri teknike dhe mbas me president dhe me zgjedhje direkt nga shqiptarët, jo si dikur që janë bërë vetëm me emërime, si në kohën e komunizmit, si në kohën e 35 vjetëve,
që u kanë rjepur, u kanë vrarë me 7501, kanë arritur në familje vëlla, me motër, do më thënë, e ishte qëllimshme. Pra, dashur shqiptar, ne jemi gati, po neve presëm akoma intelektual se duen, si që thash, shumë ambasador që të jenë në përbot. Duen shumë në për qeverit, në për ministrat, do me këta quen sekretar si në Amerikë, dashur Shqip. Do të thot në Shqip ministra, po këta do të quen sekretar i ekonomi, sekretar i arsimit, por në Shqip që është mësuar gjithmonë, thuhet ministr. E gjatë lutem, më nëzirë fotën tjetër. Atëherë, tensione në kuvend. Niko Peleshi përjashton Gazmend Bardhin nga seanca. Profesor, mund të na thoni pse ka tension në parlament? Dje filloi me zotin Berisha, sot me zotin Taulan Ballën, i cili i tha ti je dhëndri i Serbit. Të dashur shqiptar, gjithmonë u kam thënë që 35 vjet, or më mirë të them 33 vjet po mbushen, gjoja e quajtur demokraci, që në 2 në prill që hyri dhe u bë president, u emrua, nuk u zgjodh, u emrua, u vendos Berisha. 33 vjet gati, ju keni patur si në shtet, do me thënë në ministri, si në parlament, si në presidencën, si deputet, kudo, si kryetar bashkie, keni patur shqipfolësit. Keni patur ata njerëzit më të ulë që ka patur historie Shqipërisë. Të them ignorantë shumë pak. Njerëzit që si ka deshur kur Shqipëria. Njerëzit që ju vranë. Pra, dhe i dije ju betoshit të dashur shqiptar, betoshit për PD-n, të tjerët betoshin për PS-n. E pat vetë, në fillim thoshit që këto 2 parti janë veç e veç. Jo, dashur shqiptar, ka qenë bashkë që në 92-shin. Kanë bërë një punë, si e si t'i prishin shqiptar, si e si t'i helmojnë të rinjt me droga, që të mos ketë shpresë për arsim, si e si të largojnë djemët më të aftë, si e si të venë në punë njerëzit ignorant, që janë nga rruga, i kanë bërë presidenta, i kanë bërë ministra, deputet. E muar generalin Mujsin, duke lojt domino, e bën president. E muar tjetrin që të them Ramet, që vdiq, e muar duke shitur benzin, e bën president. E muar kapterin të fundit, duke bërë dallavere në Bregdet, duke marë vila, duke marë pasuritet të tjerve, e muar nga të quajtur doktor, i vun gradën general, e bën ministri e ushtris, ministrin e ushtris, e muar dhe bën president. Ta një ziren dhe bërtasin dhe thonë që të largohet kryetari i parlamentit, Leshi, i Korçës, ashtu ja ka vënë emrin atij unë, pra bërtasin e kush bërtet? Bërtet një i PD-s që ka qenë me Berishën, nga Berisha vajti me Lulin, nga Luli e shoh Berishën për të birin, i thoshte filani i tij. Pra, sot e kanë vënë kryetar gjoja të parlamentit që pas zgjedhje, të emëruar, bërtet e thërret të largohet Peleshi. Uzun sot, qa nuk thanë me njeri tjetrin, qa nuk përmendën Peleshi, arriti Peleshi sa e largohevi nga parlamenti. Pra, sot në parlamentin, të quajtur parlamentin, është bërë jo gazi botës, po është bërë turpi i botës për ne. Në ka nulur vlerën e shqiptarëve. Në ka nulur vlerën që ne jemi më të vjetrit në botë, gjua me vjetër, më të zgjuar, disa mund të thonë,
por mirë po pilin që ti po lufton veten, shqiptarët janë mëzuar? Po. Kudo që janë shqiptarët, në Amerikë, në Evropë, deri në Kinë janë se na dërgojnë, janë njerëzit intelektual. E kanë parë veten ku kanë qëndruar, janë bërë doktorë, janë bërë profesorë, janë bërë inxhinerë, shqiptari, janë bërë tregtarë, por do kthejnë në vendin e tyre aty ku kanë folen e stërgjyshve të tyre me miliona vitet. Pra të dashur shqiptar, kjo fotoa tregon veten se cilit janë. A i shini si rrinë, a i shini këto që të 4 fytyrat janë, esh ku shesh, të gjithë janë pa shkollë të dashur shqiptar, me diplomat e plepit. Ja pra, këta ka gazetare, parlamenti sot vetëm bërtasin, nuk e di qa pyetje do na bëni të tjera. Regjia, mund të më ndihmoni me foton tjetër, lutem? Ndizë seanca, shpërthej Noka dhe Berisha, akuzat të forta qeverisë. Profesor, pse zoti Ndoka dhe zoti Berisha kanë dalë nga vetja sot? Të dashur shqiptar, më vjen keq që të flas për shqiptarët e mi. Më vjen keq kush dëgjon nga jashtë, por për mendimin tim edhe mendimi juaj që më shkroni, këta vërtet duke ka shqiptar. Kështu është të dashur shqiptar kur je shqip folës. Kështu është kur je bashkëpunëtori i serbit apo i grekut. Kështu është kur je spiun që ke dëgjuar mbrapa dyerve, ku ke dëgjuar mbrapa qelsit të derës, që në kohën e regjimit komunist bolshevik, që i dënoni njerëzit me pushkatim, me burg në burel, në përkampjet e internimit, i dëgjonin sepse bënin spjullëk njëri tjetër. Këto fytyra të dashur bashkëdhetar, unë shoh këtu Berishën ka hapur gojen, i duken e dhëmbët, bërtet në parlament, unë shoh këtu Nokën, bërtet në mes, ka marrë një teori, po thuaj pak a shumë të Berishës, të njëjtin bërtet. Unë shoh në foto aty, Edi Ramën ka hapur gojen, o Zot, o të dashur shqiptar. A i shini se kush u ka prezentuar juve për kaq vjet. I marrë Edi Rama nga rrugët e Francës. I marrë me sandale, si shtot, nanuat, thoshte, a i s'kishte thënë shumë gjëra, me thonjë të palarë, të paprerë. E suall këtu e bën ministër të kulturës. Nga ministër të kulturës, kryetari i bashkisë për kaq vjet në Tiranë. Nga kryetari i bashkisë e hoqi nanon, se ashtu qep programi, u bë kryetari i PS-s 13 vjet. Prap thotë fitova. Pra, gazetare, këto fytyra e treguan veten para publikut shqiptar. E treguan fundin e tyre edhe gjarpit kur i bie në kokë, ze kafshon bishtin e vet. E shef vdekjen përpara. Nga ato që kanë bërë. Këta ju anë zënë syt të dashur shqiptar nga vjedhjet tuaja, dhe s'din çfarë të bëjnë. S'din ku të vënë, që as mi vend të botës nuk kam për të vajtur. Këtu do japi llogari para jush. Ju do t'i bëni gjyq popullor. Sepse çfarë su kanë bërë. Pra, gazetarja më nxjerr këtë foto që është bërë njerëzit duan t'i shohin këto fytyrë. Por unë duhet t'i kthej përgjigje gazetarës çfarë më thot. Po me këta humbas kohën, këta janë llumi i shqiptarëve, këta janë llum i llumit të familjarëve, këta është turp t'i thuash jam shqiptar. Nuk ka parë histori e Shqipërisë
me të bërtitur e me të djegur në parlament, i djegët se su bëhet vonë, që janë parat tuaja, taksat tuaja. Vjen veshur me kostume edhe me këmisha të shtrenjta me parat tuaja. Shpërthen avokati, e vërteta e raportit Rama Begaj, kush e nisi luftën me kushtetuesen? Profesor, pse gjithë kjo luftë për postin e zotit Beliaj? Të dashur shqiptar, gazetarja bën një pyetje që shqiptarët duan ta dëgjojnë dhe pak a shumë e dinë. Kështu është, dashur shqiptar, kur emëron Edi Rama, president turp i botës, e merr nga rruga dhe e bën president. Të dalë dhe pyetja e gazetarit. Kush e prishi kushtetutën? Ajo kushtetut e Serbit, që është bërë më në 10, dashur shqiptar. Është bërë mbas 2 korrikut, 3 korrikut, 4 korrikut, deri më 7. E di pse i them këto numra, dashur shqiptar, 100 deri më 7. Ishte dita që hynën për ambasadat, që u hap, i përgatiti Amerika aq bukur sa su vraj një njeri. Që ata janë sot në përbot, janë për 70 vjetë. Fëmijët e tyre janë nga 30 e sa vjetë të lindur. Pra kushtetutën gazetare e prishi i quajtur presidenti i Shqipërisë. Pse e prishi, dashur shqiptar? E prishi për herë të parë, ka prishur për shumë gjëra më para, por ta zem dhe 11 maj që shqiptar disa i quajnë zgjedhje, unë kam thënë arrestime, nuk ishte zgjedhje, i thërriti me emrin e Edi Ramës, i bën telefon dhe e thot, do vim kapter, tekstisht u i ka thënë në telefon, që ne i dëgjojmë, kapter, do vi aty dhe do vi me ministrat e rinj, po, si urdhon, hajde. Dhe i firmosi një nga një, pa vullosur nga KQZ-ja, pa marrë urdhin nga Evropa e Bashkuar, se ata u kanë përhyve për 30 e sa vjet, ata rrugaçri të Evropës kanë erdhur këtu, bëjnë para dhe tallen me shqiptarët e thonë ky do bëhet president, ky do bëhet kryeminist, ky ministër, me urdhët e tyre. Ata nuk e vulosën si vjet. Pra arsye se ata janë në kontroll të dashur shqiptar. E din fare mirë, ka 7-8 muaj që ne po mundohemi të bëjmë Shqipërinë me shqiptarët, e din mirë Evropa dhe partie urdhovi, pastaj Berisha u tërbua që ne nuk njohim zgjedhje. A here ky presidenti, si ky i emron, e prishi kushtetut, po me madhja që e prishi, sepse presidenti i quajtur në Shqipëri është kryetari i kushtetutës. Ata zotëdinj që janë në kushtetut, unë jo mirë, 4-5 janë të Aleksit të Soros. Kanë qenë menaxherët e tyre, kanë qenë përgjesat e tyre, janë akoma në kushtetut. Dhe ky mendovi edhe dekretoi zgjedhjet me 9 nëntor, zgjedhjet për Tiranë, për Vlorën, për Beratin, për Tepelinën, urdhovi me datën 9 të bëhen zgjedhje. Në të kundrën, është i burgosur, ai e dërgovi në kushtetut, sipas ligjit. Që në atë moment që ai e dërgovi në kushtetut, kapteri, Barjami, duhet të mos i bente që thoshin zgjedhjet. E kam fjalën për Tiranën tani, po flas për Tiranën. Por në të kundrën, e prishi urdhin e kushtetutës dhe tha me datën 9 bëhen zgjedhjet. Fillovi PD-ja me PS-n, PD-ja e zgjodhi me njerë që atë ditë që kur i zgjodhi ministrat, kjo do tjetë kryetare e Bashkisë të Tiranës. Ajo që është në SPAK, nuk dua t'ja përmend emrin, e dini vetë, ajo është në SPAK ka vajtë mbi 5-6 herë. Kur ka qenë ministre e shëndetësisë, ka vjedhur. Ka qenë me 2-3 vende ministre.
Në të kundër, partia e quajtur PD s'kishte. Se s'kishte përzgjedhur. A era arritën, ndihmuan një artist, një djalë i mirë. Unë kam thënë gjithmonë, për njerëz të rinj si ai ka nevojë Shqipëria. Pavarësisht se çfarë familje ka, s'më intereson fare. Më intereson personi. Pavarësisht se kanë përhapur, jo familje komunisti, as më intereson e. Iku koha e komunizmit, është sot koha e intelektualeve të rinj. Por, ai vajti në kohën e gabuar dhe në vendin e gabuar. Dola unë, pas sa ditë, dhe kam thënë nuk ka zgjedhje, se ne e dimi, nuk ka zgjedhje dashur shqiptar. Por nëse këta i ben me kokën e tyre të Bariamit, kam thënë të kështu, do me thënë të presidentit tuaj, jo timi, kam thënë që ne jemi gati të dalëm dhe ne do fitojmë. Bilem unë kam thënë diçka tjetër dashur shqiptar. Unë i provokova qëllimisht, që unë i di kapacitetet të Berishës të Tiranë. Kam thënë të kështu. Nëse ju jeni u do populli shqiptar, dalëm të tre dhe ta shëgojmë sa i vlen lëkura Piliqit, sa i vlen lëkura Berishës dhe sa i vlen lëkura e Tiranës. A nuk ishe zgjedhje. Po thash, dalëm të tre dhe shëgojmë ballë për ballë, ti themi një i tjetrit kushesh, unë dosjet e tyre i kam aq të mëdha sa të marrësh një vagon treni për punën që e kanë bërë për 35 vjet. Çfarë s'është bërë në Shqipëri? Nafta u bërë në Shqipëri. Piramida u bërë në Shqipëri. Sot është deputeta e naftës. Shqiponja. Është deputet, është doktor, është nga Gjirokastra, është ai person që rrëzonte xhamit dhe kishat. Sheu. I naftës, i piramidas. Në 97-a, 5.000 veta. 6.500 janë vrarë, vetëm 7.500 e njeshi. U vra dhe Pardije, prokurori. Mu në mes të gjykit. Ai e tregoi, vrau qeverin korruptuar, që po donte e vriste personin, ai mund t'jetë i mirë, mund t'a vriste, do them më pas, pse, mund t'a vriste në shtëpi, në bulevard, në rrugë, në restoran, po jo, e vravi, i thaj, ti qeveri i e korruptuar, unë e kam patru pasurin e gjyshit e stërgjyshit, ai, kur e ka hapur i ati për të marrë pasurin, ai djali s'kishte lindur. Letra i ka vajtur nga Amerika Spakut dhe qeveris e Tiranës. Ai gjyqtari është paramet, dofta s'kishte faj fare, por duhet gjykuar. Duhet dalë e vërteta për çfarë arsye ai nuk ja dha pasurin këtij, po ja dha një tjetri. Ai mund të ketë pasur të drejtë gjyqtari, po kur bëhet gjyqi, tregohet realiteti. Kurse këta unë zituan, që ashtu i mbulojnë gjërat, e bën dhe hero. Unë ndje keqardhi për familjen e tyre, për personi i ri që iku në dynja tjetër, por duhet të bërë realiteti dashur shqiptar. Ai djali i ri shumë gjak ftohtë me armë brenda hyri, bëri punën, gjak ftohtë, e i tha ati rojes poshtë, ja ku e ke armë. Policia e nxori urgjent, e zum, e gjetëm. E dorëzoa vetë, shumë gjak ftohtë. Pra duhet realiteti, kush e kishte fajin. Pra, gazetare, që të kesh president një kapter, turpi botës. Që të kesh kryeministër, një rrugaç, që flinte në prurat e Parizit, nuk ka më turp. Por, që të kesh disa të quajtur, të dy ata në qoshet janë avukat, të quajtur avukat me diploma falso, dhe kjo nuk shkon. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. 10.000 ka Shqipëria avukat, të quajtur. Të 10.000, 89%
janë me diploma falso. Janë sekser, dashur shqiptarë. U kam thënë gjyqtarët, si në KLP, si në Kushtetut, janë me diploma falso, jo të gjithë, po janë me diploma falso. Atyre pasuria do të shëgoje. Leqen e dim, si i ka bërë pasurit. Me atë rogë që kanë, si venhan, dreka e darka në gjithë botën. Milano, Rom, Paris, kudo. Edhe në Beograd vjen shpesherë, se atje kanë zëmër. Pra, shkaktar, përfundimisht gazetare, është kapter Barjami, së bashku me Edi Ramën, që ka prishur kushtetutën e kanë shkelur atë kushtetut që ata e kanë bërë vetë. Atëre, regjia, lutem, foton tjetër. Rama sulmon Kurtin. Ton Gashi që gjeton kryeministrin dhe i kujton një fakt. Mund të na thoni pse kjo përplasje midis zotit Rama dhe zotit Kurti? Unë që është e vërteta nuk dua të flas as për Kurtin, as për atë gazetarin, sepse të dashur shqiptar, as për Edi Ramën. Kosova, Shqipëria, me thënë Tirania, në Maqedoni dhe në Malzi. Këto vite, të gjithë kanë qenë në kryet të qeverisë, që në kryeministri dhe deri poshtë, hajdutët, vjedhësit që kanë vjedhur, kanë qenë këta, si në Kosovë e në Shqipëri, që i kanë përzënë të rinjt dhe janë rrugëve të botës. Këtë përgjigje mund të them, kam shumë për thënë, por që është e vërteta s'dua ta zgjat, sepse hallet, plaka ka rënë në parlamentin e Shqipërisë. Ne duhet të rregullojmë përpara Shqipërinë, atë ditë që bëhet qeveria e re, do më thënë qeveria teknike, po le me president po e po, atë ditë hiqet trari i rrugës të quajtur kombi, që nuk është rruga e kombit, pa është rruga e vdekjes, rruga që i vjedhen kosovarët, shqiptarët tonë, që vjedhen duke paguar rrugën, makinat e rënda vete $50-60 ka raste, makinat e vogla $5-6 të shkosh e të vish një korrupsioni pa parë. Dhe me shumë vende, ajo rrugë e kombit që kam për vetë, është një rrugë, one way, me të shkuar, me të përpjeku kokë më kokë me një i tjetër. Pra, në ditën e parë, heqëm trarin dhe të nesme në mëngjes. Unë do dalë në televizor dhe do them në atë minutë që unë do flasë, o shqiptarët e mi kudo që jeni në botë, jo vetëm Kosovë, Turqi, kudo, e jeni mirë një pashaportën shqiptare, jo në shtetësin, që është ullje kur i thua shqiptarit nga Kosova, krahina jonë, Malizi, princa tonë, Macedonia, Aleksandri tonë, ti thuash, hajtë bëjmë pashaportizim. Do me thënë, ti thot djali, babajt, o baba, hajtë hyrë këtu më shpi, që unë të urdhoj. Ti thot djali, babajt. Ti njëjtën këta kanë bërë për dallaveret e tyre. Pra unë liremëroj të bëjë një gati vëllezërit e mi kosovarë. Në Maqedoni, Malzi, ditën që bëhet qeveria, ju keni 10 minuta. Një foto dhe pashaporta dhe gradis, pa para. Jo si deri tani, që një kosovar, shqiptar, vjen këtu, paguan $5.000, paguan 4.000 atje, paguan Beganin, atë kapterin, paguan të Elir Metën, $5.000, 4.000 në Kosovë, bërnin pazar, edhe mbanin 1 vjet, 2 vjet, s'u hipnin. Kurse Jonolatos kolonelit, ka bërë në shtetësin. Sa kanë bërë grek në shtetësin, atë ditë që ne të marrëm
në fuqi, që të jemi shërbëtorë tuaj, nuk do ketë këmbë të huaj në tokën e shqiponjave. Do gëzoj vetëm shqiptarë, po do vinë kompanitë e mëdha nga Amerika, nga Gjermania, ashtu tha dhe sot Ministri Ekonomisë e përmendi Kosovën, më falni, Gjermaninë dhe Austrinë, dhe unë i bëra një pyetje që dëgjoni shqiptarët, për çfarë arsye? Të njëjtën tha, është gjaku jonë, Austria është gjaku jonë, Gjermania është gjaku jonë. Princ Viti ku ka erdhur këtu në Shqipëri nuk erdhi për ta glabitur, po erdhi për ta mbrojtur Princ Viti i Austrisë. Është gjaku jonë, dashur shqiptar. Do shihni shumë shpejt gjëra. Unë nuk kam thënë, po dal nga tema, që do jenë 13 ministra, 3 drejtori i policisë të përgjithshme, do jetë FBI-a shqiptare, FBI shqiptare, në fund të shqiptare, do jetë dhe inteligjenca shqiptare, dashur shqiptare. Ne e krijuam. Do jetë dhe në Evropë, internacionale, do jetë me qendër në Zvicër. Ne i kemi bërgati, dashur shqiptar, për të mbrojtur kombin tonë, dhe do t'jem krenar që shqiptarët do nderojnë vendin e vetë, që shqiptarët do të kthehen dhe do bëhen me emër më të lartë se deri më sot i kanë ofenduar Franca. Pra të dashur shqiptar, si që thash, nuk mund të them diçka për këtë, që ose kini diçka tjetër. Kam dhe një pyetje tjetër për ju, profesor. Të lutem, Dumani shpërthen, nxjerr sekretet e SPAK dhe trondit politikën. Profesor, si pas analistëve dhe qeveritarëve, Dumani do largoj, por sot ai trondit politikën. Pse? Për këtë, kam shumë për thënë, dashur shqiptar. Edhe fotoa, letë vetë. Gazetarët falenderoj që ke gjetur këtë foto originale, është realiteti sot që në mëngjes ka dalë SPAK-u. E shoh dhe i shihni dhe vetë të dashur shqiptar, Dumani duke qeshur. Po kurse këto 3 fotografi të tjera, e shoh Edi Ramën me sy të çapluar me gojë hapur. Pret mizat të vjen në gojë. E shoh Berishën i habitur, i çuditshëm. Edhe shoh Velin pak i gëzuar. Sepse di e thanë që Velia u lirua nga burgu. Po u lirua nga burgu. Velia është në vend të sigurt. Si ai zëvendës kryeministri që iku jashtë do të shihni shumë shpejt në Shqipëri. Pra, SPAK-u të dashur bashkëdhetar shqiptar është paguar me paratë e Amerikës. Kur paguajnë dashur shqiptarët, më dëgjoni me vëmendje, edhe ata që janë në Amerikë e dinë, nëse ti i merr $1 Amerikës, kudo që të futesh në vrim të futesh të jenë. Amerika i merr gjak ftohtë, ashtu e kam marrë dhe unë gjak ftohtë, sepse jam mësuar në Amerikë. Kam 50 vjet në Amerikë. Jeta ime më tepër në avion e në Evropë se në fëmijët e mi. Pra, Amerika e merr me avash, po ka përfunduar çdo gjë. Pra, unë kam thënë drejtori i SPAK-ut do të përfundoj, do t'i arrestoj të gjithë të ditë. Kur t'i mbaroj së arrestimet, nuk do ketë në SPAK. I vetëmi në botë që është bërë qëllimisht në Shqipëri, SPAK që quhet, është Prokuroria dashur shqiptar, po quhet SPAK, për të përvëluar 35 vjet hajdutët dhe anti-shqiptarët, për të futur në burg gazetarët. A mbani mend që nxora para jave disa gazetarë duke ngjitur shkallët e Beogradit? Janë akoma për televizore këtu, llamatitin. Kurse atë që nuk e nxora ishte 4 veta, fytyra ishte, u arrestua para jave. Ai ka nxjerrë gjithë spionët që punojnë me serbët. Pra gazetare, nuk do ngelet njeri pa arrestuar. Ashtu e marrë dhe SPAK-un para sa ditë para palaqove deputet që nuk dinin të flisnin, që janë ignorantë,
Bersapti, drejtori i Spakut, u tallë me ata. I lexonte letrat e tyre si shtoqin ata. Një djalë gjoja i ri, që dikur doli me presidentin në banjo. E bëri kopjo, a i u vë dhe për këta bashkije nuk e ze në gojë që e ngrihet emri, kur i ze këta persona, po i vedini për ka e kam fjallër, i bëri 13 pyetje dije, par dije, Spakut dhe i thoshti, a je dakord me mua, i thoshti a je dakord me mua që të arestohen Edi Rama? A i po i shkonte habiqe. A je dakord me mua për të arestuar ata që kanë bërë këto garbiqet e tjera, a je dakord me mua të arestohet zvenc kryeministria në Vlorë që ra tuneli? Kur e mori, a i tha, i lexonte, a i po talqe, i lexonte dhe ai, ti thua jam dakord, po s'jam dakord me ty, në asnjë drejtim. Mësohet të bësh pyetje. Pra, dashur shqiptar dhe gazetare, Tumani shpërtheu, thonë, nxjerr sekretin. Ja sekretin ta them unë çfarë dashur. Janë makina me dosje për këta të rrugaçve që kanë vrarë për 35 vjet. Këto janë dosje që nuk i di të gjithë ata të Spakut që janë prokuror, nuk e din njëri tjetri. Ai sekretesh, ata gazetarë që dilin llamatisni, apo ata të quajtur jurista e pash në ato fotot të tjera, ata janë mashtrues. Ata kanë qenë prokuror dhe janë hequr nga vjedhja. Dhe tashi bëjnë para nga sërbër të televizor. Të dashur shqiptar, shkurtimisht, do arrestohen të gjithë ata të quajtur analist apo gazetar, që kanë qenë bashkëpunëtorët e Ministrisë së Brendshme, kanë qenë në universitet në atë kohë, kanë qenë nga 27 vjeç, ata veshën pardesyt e bardhë, ata janë shpërndarë në për gazetari, ata janë shpërndarë në për parti, ata kanë qenë ministra, ata janë me pseudonim, e mund të nxjerrë nesër, po të shikoj, i kemi emrat e të gjithëve, me qindra, janë me pseudonim, i kanë qenë spion që dëgjonin prapa dritares, kurse 33 vjet, unë e zej që kone e Berishës, propagandën më të fëlliqëve ta kanë bërë. Ata arritën Shan dhe ambasadoren e Amerikës, ja kthyen emrin, i thanë Kimete. Pamërsisht, unë o kam të njëherë, ju e dojnë kuptoni. Shumë ambasador të vendeve të Evropës do arrestohen. Dofta edhe nga të ambasador tonë të Amerikës. A i që vjedh $100, le të jetë jo ambasador, le të jetë presidenti Amerikës, le të jetë Kongresi Amerikës, e shkon një gjyq, edhe vete në burg. Kjo është demokracia reale e Amerikës. Kjo është kushtetut e Amerikës. Kjo kushtetut do bëhet tu. Ligji i një për të gjithë. Kjo kushtetut do mbroj popullin shqiptar. Kjo kushtetut dohet të martohen mashkulli me femër për të shtuar Shqipërinë. Të shtohemi të dashur shqiptar, që na kanë inat. Pra, gazetare keni më? Jo, ju, a keni diçka për të shtuar? Unë s'kam gjë për të thënë vetëm, do them, unë sot mlodha ministrat, ata do t'jenë sekretar të shtetit, 13, sot i mlodha urgjent, t'jenë gati për të shkuar në zyrat, për të bërë, për të qenë shërbëtori i shqiptarëve. Këta njerëz që shihni ju dashur shqiptar, janë gjithë sekretar shteti të quajtur ministra. Këta janë që e duan kombin e Shqipërisë. Këta janë që do t'jenë shërbëtorët tuaj. Në atë periudhë që ata punojnë, do t'jenë shërbëtorët tuaj. Në atë mënyrë se ata bin një gabim të vogël, do t'i drejtojnë burgun. Kështu është demokracia. Lumë kush do jetojë në tokën e Shqipërisë. Lumë shqiptarët që do kenë hotele dhe vila gradjes. Lumë të rinjt që të martohen, të kenë apartamente, janë bosh. Më të gjithë Shqipëri. Nuk do zgjate më shumë, po vetëm Tiranë janë 100
120.000 hyrje 2+1, që i ka mbajtur bashkia Solla, do t'i keni ju. Natën e mirë dashur shqiptar, të më falni që erdha më 7, për arsye se kishte 2 orë ca që unë vizitonje me ministrat. E njëherë, natën e mirë, rroftë Shqipëria, ky flamur që të dy, si që u kam thënë, do valvoj në kombin e Shqipërisë shekujt e ardhshëm. Mos u mërzitni shqiptar, Amerikën e keni me vete. Amerikën e keni këtu, ushtria amerikane speciale e keni këtu, me çdo vend të Shqipërisë. Kosovar, vëllezër e mi, mos keni frikë, as nga sërbët, as nga kush, se nuk u afrohet. Çdo gjë është propagandë. Çdo gjë është propagandë. Nuk vjen me në tokën e Shqipërisë. Bollë vran. Si në Çamëri më 44 dhe deri në Ullishtet e Vlorës duke shpuar me bajanet. Ashtu në Kosovë që i vran në dimër derisa e erdhë në tokën e tyre në Shqipëri. A ishte tokë e tyre në Kosovë, po ty ke gërmuar sërbët me naftën e dhënë nga Shqiponja më në krye atë shehun, i vranë kosovarë. I vrisin në rrugës. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha jonë. Natë e mirë, Shqipëria me kufi natyrore, ëndra e të parëve u realizua. Natën e mirë të dashur shqiptar. Të falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.